7 persona janë vënë në pranga, mes tyre 3 persona me rrezikshmëri të lartë, përfshirë këtu të shumë kërkuarin Xhevdet Plaku, i njohur si Akili. Ai u arratis në janar të këtij viti nga burgu i Anconës në Itali. Policia Vargas! Vargas til! Vargas! Vargas! Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë së Durrësit, Wilson Bala, në një konferencë për media dha detaje nga operacioni Enigma. Ai tha se personat u arrestuan në një lokal në gjirin e Lalzit, gjatë cilit u kapën dhe u vunë pranga 7 shtetas, ndërmjet tyre 3 shtetas me rrezikshmëri të theksuar shoqërore, të shpallur kërkim më parë për vepra penale në fushën e krimeve kundër personit dhe atyre të narkotikëve. Gjatë këtij operacioni policor janë sekuestruar 4 armë zjarri, pistoleta, të cilat të shtetës i mbanin me vete, me fishek, në folen e fishekut gati për qitje. Më konkretisht, ditën e djeshme, strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës kanë siguruar informacione në rrugë operative se disa shtetas në kërkim me rrezikshmëri të lartë shoqërore ishin në ambientet e një restoranti në gjirin e Lalzit, ku dyshohej se shumica prej tyre ishin dhe të armatosur. Bazuar në këtë informacione, në analizën e riskut, lindi nevoja për përfshirjen në operacion të Drejtorisë Forcë Posaçme Operacionale. Në kuadër të operacionit, me masa të larta sigurie, shërbimet policore ndërhyjnë në mënyrë të befasishme në ambientet e restorantit ku ndodheshin personat. Nga verifikimet paraprake rezultoi se te tavolin ishin ulur 7 shtetas, ndërmjet tyre 3 të kërkuar me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe konkretisht. Xhevdet Plaku, rreth 45 vjeç, banues në Durrës, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga zyra qendrore kombëtare Interpol Romës, pasi gjykata e Breshës, Itali, ka lëshuar ndaj tij urdhër arrestin për kryen e veprës penale trafikimi narkotikëve. Ky shtetas është arratisur nga burgu i Anconës në muajin janar të këtij viti dhe për këtë arsye autoritetet gjyqësore italiane kanë lëshuar urdhër arresti. Gjatë kontrollit, këtij stetasi u gjet një armë zjarri, pistolet me fishek në fole gati për qitje. Mes të arrestuarve janë Flobens Meqja, Voltan dhe Jugert Xhani, të 3 persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore. 3 të tjerët, Oltion Hasani, Fatjon Qesja dhe Alfred Hasanaj, u kapën për veprat penale moskallëzim krimi dhe për kraje e autorit të krimit. Flobens Meqja, alias Gega, alias Drini, 43 vjeç, banues në Shkodër, i shpallur në kërkim nga SPAK pasi gjykata e shkallës parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar në muajin korrik vitit 2024 i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për kryen e vepra penale, organizat kriminale, kryer veprës penale nga grupi strukturuar kriminal, sigurimi i kushteve i mjeteve për të kryer vrasje. Gjatë kontrollit të këtij shtetasi ju gjetën 2 dokumente identifikimit falsifikuara, një armë zjarri, pistolet me fishek në fole gati për qitje. Voltan Xhani, 39 vjeç, lindur në Përmet, rezident në Holland, person i cili në muajin shtator vitit 2024 ndaj tij gjykata e shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg, si i dyshuar për kryen e veprave penale, trafikimi mjeteve motorike, kryen bashkëpunim, sigurimi i kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje në funksion të hetime për zbardhjen dhe dokumentimin ligjor të vrasjes me armë zjarri të shtetasit ER, ngjarje ndodhur në qytetin e Shkodrës. Edhe këtij shtetasi, në çantën e tij, shërbimet policore i gjetën një armë zjarri, pistolet, fishek gati për qitje. Jugert Xhani, 35 vjeç, lindur në Përmet, për veprat penale, prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit, moskallëzimi i krimit për kraj autorit veprës penale. Edhe këtij shtetasi ju gjet një armë zjarri, pistolet dhe municion luftarak. Bala theksoi se ky operacion kishte një shkallë të lartë rrezikshmërie, pasi 3 prej tyre i kishin armët e zjarrit me fishek në fole gati për qitje, ndërkaq policia sekuestroi 4 armë zjarri. Gjatë këtij operacioni janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale shuma, parash, euro dhe sende tjera të cilat shërbejnë për dokumentimin e aktivitetit kriminal të këtyre shtetasve. Theksojmë faktin se ky operacion është organizuar dhe zhvilluar një kohë rekord me profesionalizëm të lartë, duke finalizuar me sukses pavarësisht shkallës së lartë rrezikshmërisë shoqërore të personave të cituar më lart, ku 3 prej tyre kishin armët e zjarrit me fishek në fole gati për qitje. Po gjatë operacionit janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale shuma parash, euro dhe sende të tjera. Operacioni zgjati rreth 24 orë dhe në to morën pjesë edhe forcat speciale Renea dhe hetues të SPAK. Zona fillimisht u rrethua nga Renea dhe më pas oficerët mësyn në ambientet e restorantit, duke i arrestuar personat në fjalë.